Në Akademin përkujtimore në 16 vjetorin e rënjes e luftetarit të orëve të para Ilir Konushevcit dhe bashkëluftetarit e tij nga Tropoja Azir Malaj, nderuan me pjesëmarrjen e tyre personalitete politike ushtarake dhe familjarë të dëshmorëve. Në emër të kryeministrit Hashim Thaçi dhe të Forcës së Sigurisë së Kosovës, për rolin dhe kontributin e General Major Ilir Konushevcit foli zëvendës ministri i FSK-s Muhamet Latifi. Këto figura janë pjesë e pasurojnë historinë tonë kombëtare dhe janë pjesë e pashlyeshme në kujtesën tonë historike. Në këtë tubim përkujtimor u shpalosen fakte të shumta për luftën e drejtë të UÇK-s dhe kontributin e dëshmorit Ilir Konushevci në zhvillimin e gjithë ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ne do të frymëzohemi gjithmonë nga heroizmi i luftëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, dëshmorët e rënë, kujtimi i luftës dhe luftëtarëve, dëshmorëve, heronjve të UÇK-s së vjen nder, por edhe obligim moral i të gjithë neve. General Konushevci që ne e përkujtojmë sot në 16 vjetorin e rënjes, së bashku me bashkëluftëtarin e tij, dolën si shqiponja në këto kohë të vështira, kur adheu i thërristin për një çështje të shenjtë. Homazh u bën edhe pranvarit të dëshmorit Ilir Konushevci në shartë të Tiranës. Ilir Konushevci jo vetëm që është njëri nga themelues të UÇK-s, njëri nga protagonistët kryesor zhvillimit të saj, por edhe u fliju në përpjekje të arritjes të lirisë, pra e meriton një prehje në Kosovën e pavarur dhe të lirë. Vrasja e Ilir Konushevcit, i njohur me novken komandant Mërgimi, ende nuk është ndriçuar. Ai u vra pabesisht me 9 maj 1998 derisa po udhtonte për në Tropoj me një kontingjent armatimi për ushtrinë çlirimtare të Kosovës.